Dear Prime Minister, Nderuar Kryeministër, Minister, i nderuar Ministër, i dashur Ferit, të dashur kolega ambasador, të dashur miq, të dashur artist. Është vërtet si nder ashtu edhe kënaqësi për mua t'ju mirpres këtu në këtë aktivitet që shënon ditën e Europës, ditën e fundit të Europës për mua në Shqipëri. Pikërisht në këtë datë, në vitin 1950, ministri i jashtëm francez Robert Schuman mbajti një fjalim historik që çeli rrugën për një epokë të re paqeje, integrimi dhe bashkëpunimi në të gjithë Europën, duke hedhur kështu themelet e Bashkimit Evropian në formën me të cilën e njohim sot. Europa u ndërtua mbi një premtim trifjalësh: liri, barazi dhe demokraci. Sot, në një botë me konflikte në rritje dhe me presione të mëdha ekonomike, ne duhet të mbrojmë këto vlera si brenda, ashtu edhe jashtë kufive tanë. Në ditën e Europës, ne kremtojmë jo vetëm atë çka jemi, por edhe atë që ne bëjmë dhe angazhohemi që ne të mbrojmë mënyrën tonë të jetesës dhe të promovojmë një botë më të drejtë, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Sepse, siç u shpreh edhe përfaqësuesja e lartë zëvendës presidentja e BE-s Kallas, tani është koha që ne të qëndrojmë fort për ato vlera në të cilat ne besojmë, përfshirë të drejtën ndërkombëtare për të mbrojtur bashkimin ton, për të ndërtuar stabilitet në fqinjsinë tonë dhe për të punuar për krijimin e rrjetet më të gjerë të partnerëve ndërkombëtar. Të dashur miq, paqja në Europë është në rrezik. Ekuilibri global i pushtetit po sfidohet. Në një botë lufte, kërcënimesh hibride dhe shtrëngimi ekonomik, BE-ja duhet të veprojë për të mbrojtur qytetarët e saj, demokracinë dhe vlerat e saj. Në mbar botën, tensionet po rriten, nga kufit lindor të Europës deri në linjën e mesme dhe rajone të tjera të brishta, ku mungesa e stabilitetit dhe dhuna prekin jetën e miliona njerëzve. BE-ja po vepron për t'u përgjigjur kësaj situate, duke u bërë më aftë në përdorimin e elementëve të saj të fortë, duke forcuar bashkëpunimin evropian në fushën e mbrojtjes dhe duke fuqizuar kapacitetin e Europës për t'u përgjigjur këtyre kërcënimeve me një sër mjetësh, nga mbështetja e palëkundër për Ukrainën deri tek forcimi i kapaciteteve mbrojtëse, nga lufta kundër dezinformimit deri te mbështetja së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht në forumet shumëpalëshe, ne po bëjmë gjithçka që është e mundur që Europa të qëndrojë si një shtyllë e fortë stabiliteti. Siguria e Europës është siguria jone përbashkët. Për më tepër që Shqipëria si një shtet që aspiron të bëhet antar i ardhshëm i BE-s është pjesë e rëndësishme e sigurisë së Europës. Paqja nuk është falas, ajo duhet mbrojtur çdo ditë. Pikërisht të kemi bërë ne pa u ndalur që nga fillimi i luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të agresionit së Rusisë kundër Ukrainës prej më shumë se 4 vitesh. Ndihma e përgjithshme e BE-s për Ukrainën dhe popullin e saj arrin në pothuajse 200 miliard euro në formën e ndihmës financiare, ushtarake dhe humanitare. Përveç kësaj, BE-ja ka vendosur gjithashtu t'i jap Ukrainës një hua prej 90 miliardë eurosh për të mbuluar nevojat e saj më urgjente financiare dhe ushtarake. Paketa e 20 e sanksioneve që synon të mbajë presionin mbi Rusinë dhe veçanërisht mbi të ardhurat e saj që përdor për financimin e luftës, është miratuar dhe ndërkohë ne po përgatisim edhe paketën tjetër të radhës. Për rrjedhoj, Rusia po dështon, nuk po arrin objektivat e saj strategjik dhe po paguan një çmim gjithnjë më të rënd për luftën e saj të paprovokuar dhe të padrejtë të agresionit në aspektin ekonomik, demografik dhe atë të sigurisë. Qëndrimi i BE-s kundër agresionit rus pasqyron angazhimin e saj për të mbrojtur sigurinë evropiane dhe për të mbështetur me vendosmëri sovranitetin, lirinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Nuk mund të ketë paqe të drejtë dhe të qëndrueshme pa dakordsinë e Ukrainës dhe Europës. Por më lejoni të them që forca e Bashkimit Evropian qëndron në aftësinë e vet për të tërhequr dhe për të frymëzuar vende të tjera. Për këtë arsye, zgjerimi mbetet një nga mjetet më të fuqishme të Europës për të promovuar demokracinë, stabilitetin dhe begatinë në të gjithë kontinentin ton. Duke mbështetur Shqipërinë dhe vendet e tjera kandidate në rrugtimin e tyre drejt antarësimit, Europa po investon në një të ardhme më të sigurt dhe më të bashkuar për të gjithë kontinentin ton. Nuk është rastësi që procesi i zgjerimit fillon dhe mbyllet me garantimin e aspekteve themelore të demokracisë së Shqipërisë si shteti së drejtës, qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. As nuk është rastësi që në terminologjinë e antarësimit të BE-s këto vlera quhen themelorët.
Këto pra janë kapitujt negociues që u hapën të parët, por që do të mbyllen të fundet. Forcimi i shtetit të së drejtës në Shqipëri është investimi më i sigurt për stabilitetin dhe prosperitetin e vendit dhe të rajonet në tërësi. Jam thellësisht i bindur se fuqia shndërruese, transformuese e projektit evropian ka kapacitetin për të arritur këtë qëllim dhe duhet të theksoj karakterin e bazuar tek merita të procesit të intarsimit. Ne kemi një metodologji të qartë dhe nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt antarësimit as shmangje të kritereve. Dhe një pjesë e rëndësishme e punës sime këtu në Shqipëri si ambasador i BE-s është që të sigurohem që vendi mbetet i fokusuar në përmbushjen e të gjitha standardeve të kërkuara nga BE-ja për të bërë pjesë e grupit ton, pra një objektiv që Shqipëria ka marrë përsipër për të arritur me vendosmëri dhe angazhim dhe brenda një afati shumë ambicioz. Megjithatë, sfida nuk është vetëm ruajtja e një ritmi të qëndrueshëm në miratimin e reformave të nevojshme, por edhe të garantosh cilësinë, zbatimin e dur dhe qëndrueshmërinë e këtyre reformave. Dhe për këtë, ato duhet të vinë si rezultati një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Siç e kam thënë shumë herë, zgjerimi është një projekt i të gjithë shoqërisë dhe të gjithë, qeveria, opozita, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe qytetarët e thjeshtë kanë rolin e tyre për të luajtur. Për të rritur ndërgjegjësimin, ne duhet të komunikojmë në mënyrë proaktive me qytetarët që ata të kuptojnë se pse nevojiten këto reforma, si do të përmirësojnë ato funksionimin e institucioneve dhe në fund të fundit si do të përfitojnë ata në përditshmërinë e tyre, si do të përmirësohet pra jeta e tyre. Dhe kjo do të bëjë të mundur që ata të kërkojnë llogari nga autoritetet e tyre nëse zbatimi i reformave nuk mjafton. Tani më lejoni të kthehem deklaratës Schuman. Fjalët mbreslënëse që tingëllojnë paqja aktuale edhe sot, të cilat janë: paqja botërore nuk mund të ruhet pa bërë përpjekje krijuese në përpjastim të drejtë me rreziqet që e kërcënojnë atë. Dhe jam krenar të them këtu dhe sot që BE-ja në Shqipëri po kremton ditën e Europës përmes përpjekjeve të tilla krijuese, ekselencës dhe këtyre arritjeve, ne po përmbushim pikërisht këto gjëra. Pas një thirrje të hapur që mori mbi më shumë se 250 aplikime, pothuajse dyfishi i numrit të vitit të shkuar, ne përzgjodhëm 10 projekte artistike që bashkojnë artistë të rinj dhe të afirmuar, duke ofruar perspektiva dhe narrativa të reja që angazhohen në çështje bashkëkohore shoqërore. Këto vepra do të trajtojnë tema si pabarazia, migrimi, shëndeti mendor, identiteti dhe strukturat shoqërore përmjet disiplinave të ndryshme. Do të ketë shfaqje teatrale, vallëzime, muzikë, por edhe ekspozita dhe ndërhyrje të ndryshme ndërdisiplinore. Nga data 9 deri në 22 maj, Java e Europës 2026 do të prezantojë një program dinamik me më shumë se 55 aktivitete kulturore në 6 qytete: Tiranë, Shkodër, Korçë, Patos, Fier dhe Elbasan. Vitin e shkuar, të dashur miq, ne krijuam një hapësirë për të krijuar gjatë javës së Europës. Si vjet, ne zgjerojmë këtë hapësirë në një hapësirë të hapur, duke mbështetur lirinë artistike dhe duke fuqizuar rolin e kulturës në jetën tonë publike. Jam shumë i emocionuar, ashtu saç besoj edhe ju, për të parë këto interpretime. Admiroj krijimtarinë, vizionin dhe guximin e artistëve për të hyrë në këtë hapësirë, për të qenë kjo hapësirë e hapur dhe për të prezantuar idetë e tyre përpara publikut. Dhe shpresoj t'ju shoh shumë prej jush në këtë hapësirë ku arti është një mjet për reflektim, empati dhe angazhim për vlerat tona të përbashkëta. E më lejoni që në mbyllje të them diçka personale. Unë jam krenar që përfaqësoj Bashkimin Evropian dhe jam krenar për gjithçka që përfaqëson BE-ja. Ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e Europës. I thought we were together here, Silvio. Mendova që ishim këtu së bashku, Silvio, që të këndonim himnin e gëzimit në këtë program artistik, kështu që më mirë ulu. Mos rri në këmbë, sepse mesa duhet jetë në një lëmshi organizatorëve për të vendosur dy veta në podium. Dashur miq të pranishëm, përfaqësues të trupit diplomatik dhe bashkarisht të gjithë miq të Europës.
Ka diçka shëmbëllyese në faktin që Dita e Europës në Shqipëri hapet si një sipar i një jave të gjatë kulturore dhe as pak rastësisht mes njerëzve që e shohin botën jo vetëm siç është, por edhe siç mund të jetë. Sepse në fundit vetë Europa ka lindur pikërisht nga një akt i fuqishëm imagjinate dhe aftësie për të besuar se deri edhe pas luftrave më gjakatare e përtej maleve më të pak kapërcyeshme të ngritura me viktima mes kombeve, mund të ketë jo thjesht shpresë, po ardhmëri të përbashkët në paqe për armiqtë e përbetuar ndaj njëri tjetrit. Që të imagjinoj dhe të gjendej aftësia për të ndërtuar mbi detin e gjakut të luftës së dytë botërore, një hapësirë gjeografike pa kufi ndërshtetëror, ku popujt të mos jetonin më kundër njëri tjetrit, po bashkë me njëri tjetrin, lidhur duarsh jo nga një imponim perandorak, po nga një vizion dhe nga një vullnet i ushqyer prej vlerës së epërme të lirisë dhe dinjitetit njerëzor, duhej fuqia e një besimi të jashtëzakonshëm tek vetvetja europiane e paqebërzve, të cilët ishin patriot të paepur, po edhe europian të palëkundshëm. Ka disa data në histori që janë dritare të hapura, për të cilave fati i kombeve shihet si në një triptik, ku e shkuara, e tashmja dhe ardhmja paraqiten me një kthjellësi magjepsëse. 9 maj i Europës është pikërisht një prej atyre datave. Një ditë që lindi nga hiri i një zjarri shkatrimtar dhe u kthye në simbolin më të fuqishëm të guximit politik. 9 maj nuk kremton krijesën më të jashtëzakonshme të historisë politikës, e cila është Bashkimi Evropian, po kremton vetë Europën si djep kulturash dhe historish të kthyer në burimin e një paqeje shumbullore mes të ndryshmish që bashkëjetojnë, bashkëpunojnë dhe bashkëudhtojnë si të barabartë, duke pranuar si të mirëqen faktin se liria dhe dinjiteti njerëzor nuk negociohen. Natyrisht që kjo që po jetojmë nuk është një kohë e mirë për Europën, po as për botën. Është një kohë e vranët, siç është dita sot, ku tundimi për të mbyllur brenda mureve të shtëpisë është i fortë, ku frika nga rrebeshet e të kurrë optimizmin dhe rrit pasigurinë, dhe ku dielli duket sikur s'ka ndërmend të rikthehet. Por kjo është njëkohësisht koha kur më shumë se sa asnjëherë libri i historisë së Europës është aty për t'i ardhur në ndihmë
kujdo që do të kuptoj në radhë të parë se çfarë nuk duhet bërë. Mbyllja brenda mureve, frika dhe pesimizmi, humbja e besimit tek projekti madhështor i Europës Bashkuar dhe tek vlerat themeltare të tij ndjelin keq jo thjesht për Europën apo Bashkimin Evropian, po ndjelin keq për çdo popull dhe çdo shtet evropian nesër. Për ne shqiptarët, Europa mbetet edhe në këtë kohë të vranët, ajo që ka qenë kur nuk ishte dot e arritshme, përveç se përmes atyre valve të dopta që antenat ilegale sillnin nga jashtë Shqipërisë në ekranet e vegjël, bardhëzit televizorëve jo të shumt. Europa për ne mbetet një ëndër dhe një tokë e premtuar, një amanet i patjetërsueshëm kombëtar dhe një mision i pandryshueshëm politik, jo sepse ne jemi naiv, as sepse ne kemi iluzione, por sepse ne e dim fort mirë dhe më lejoni ta them, ne e dim më mirë se sa kushdo tjetër në këtë kontinent se çfarë do të thotë të jetosh i izoluar dhe i rrethuar me mure për të mbrojtur nga Europa. Askund tjetër në Europën e sotme nuk mund të ndodhë që një parti politike të dalin fushat me flamurin e Bashkimit Evropian, të kërkoj vota me premtimin e bashkimit me Europën dhe të fitoj një shumicë të cilësuar për të zbatuar pa humbje kohe të gjitha detyrat që dalin nga negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian. Kjo mund të ndodhë vetëm në Shqipëri. Dhe përsëris, jo sepse ne jemi naiv, apo pse kemi iluzione, por sepse ne e ndjejmë deri në palc vlerën e paçmuar të Europës, të qenit evropian dhe nga ana tjetër të pasurit mundësinë e të jetuarit në Bashkimin Evropian. Dje ne patëm një ngjarje të shënuar për Shqipërinë, e cila do ishte pa imagjinueshme deri pak vite më parë, preludin e Kongresit Botëror të Ligjit që do të mbahet vitin e ardhshëm pikërisht në Shqipëri. Një platformë që buron nga një histori jashtëzakonisht e bukur edhe kuptimplot, e shkruar nga njerëzit e ligjit, të cilët janë bërë bashkë dhe i japin përmes kësaj platforme zë nevojës themelore për sundimin e ligjit. Kongresi Botëror i Ligjit vjen në Shqipëri pikërisht sepse Shqipëria është bërë një pikë referimi në bazë të shprehjes së një vullneti të hekurt për të vetvendosur nën sundimin e ligjit, duke bërë një reformë në drejtësi, e cila nuk ka të dytë në rajonin ton, dhe e cila është shpreha më kuptimplot e angazhimit ton për ta bërë Shqipërinë jo një vend që të shkojë në Bashkimin Evropian, po një vend ku Bashkimi Evropian
të bëhet pjesë e pandarë. Dhe do t'ishte absolutisht e pamundur që ne ta ndërmernim e jo më pastaj ta çonim përpara dhe ta zbatonim hap pas hapi me të gjitha vështirësitë e kuptueshme një reformë të tillë, nëse ne nuk do të kishim Europën si ëndër dhe si tokë të premtuar, si amanet të patjetërsueshëm dhe si mision të pazëvendësueshëm, e nga ana tjetër nëse nuk do të kishim Bashkimin Evropian si një partner të pandar në këtë rrugë ku dia e Bashkimit Evropian e transferuar drejt nesh për mënyrën se si një vend mund të kthehet në një arkitekturë institucionesh dhe se si mund ngrej një pushtet pavarur drejtësie, është diçka që as nuk mund të blihet, as nuk mund të zëvendësohet dhe as nuk mund të imagjinohet jashtë perimetrit të Europës. Kështu që nëse ne sot jemi besimplot për ecurinë e këtij procesi dhe nëse sot shqiptarët kanë një arsye themelore për të besuar se ky proces është i pakthyeshëm, kjo lidhet me pikërisht ecjen dorë për dorë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian dhe të qenit pjesë e tij është njëkohësisht një garanci. Shumë kush e pikturon Bashkimin Evropian si një pengesë, e pikturon Bashkimin Evropian si një barë, e pikturon Bashkimin Evropian si një perimetër që nuk të lejon të marrësh frymëlirisht, por nuk ka gjë më larg të vërtetës dhe nuk ka gjë më të gabuar, sepse në fakt Bashkimi Evropian garanton perimetrin e shtetit të drejtës. Dhe shteti i drejtës nuk mund të negociohet, por vetëm të respektohet kur e ke dhe të ndërtohet kur nuk e ke. Kështu që në këtë ditë të Europës, në këtë ditë që kremton jo thjesht Bashkimin Evropian, por Europën, si djep kulturash dhe vullnetesh, unë dua ta nënvizoj me forcë që shqiptarët janë në ditën e tyre më të mirë, por njëkohësisht janë sot në një kohë kur bekimi i të qenit pranë Europës së Bashkuar është njëkohësisht një garanci e të qenit në një rrugë pa kthim. Natyrisht që kjo rrugë ka të përpjeta, ka të tatpjeta, ka momente më të mira, ka momente më të vështira, por kjo është një rrugë pa kthim. Dhe për këtë unë dua të nderoj sot të gjithë ata që e imagjinuan dhe pastaj i dhanë jetë projektit të Bashkimit Evropian dhe dua të nderoj po ashtu të gjithë ata që këtu në Shqipëri punojnë çdo ditë për të sjellë Shqipërinë më afër ëndrës, e cila tani më nuk është një horizont i largët, por është një maj që shihet me sy dhe ne jemi në hapat e fundit të një historie që zgjat me shekuj, për të ankoruar përfundimisht aty ku kemi vendin dhe aty ku e kanë ndëruar Shqipërinë rilindasit tanë, të cilët
na kanë lënë amanet devizën dielli për ne lind ande nga Perëndon. Shumë faleminderit dhe dua ta mbyll duke sjell këtu në vëmendje që e nisëm sot ditën e Europës me një shfaqje kuptim plot të një grupi fëmijësh dhe të rinj shumë të ri, krahasimisht me Silvion dhe me mua. Dhe do ta mbyllim sonte me tingujt e një europianit madh, Ennio Morricones, që do të vi në sheshin Nën Tereza përmes orkestrës së radio televizionit dhe nën drejtimin e djalit të tij. Kështu që të gjithë jeni të ftuar pa frikë nga moti, edhe me garancinë që do të jetë një mbrëmje absolutisht e paharrueshme, jo thjesht për ata që kuptojnë më thellë nga muzika, por dhe për këtë do tjetër që dashuron Europën. Shumë faleminderit. So, I'm here to take a few questions. Atëherë jam këtu për t'ju përgjigjur ndonjë pyetje në rast se keni. Greta Bullari nga televizioni Klan News. Zoti ambasador, së pari dua t'ju pyes lidhur me deklaratat të cilat po dëgjojmë prej javësh nga ana e opozitës, e cila thot se procesi i integrimit për Shqipërinë ka mbetur në vend numëron, ndërkohë që nga ana e saj mazhoranca është optimiste për miratimin e raportit të IBAR në fund të këtij muajit ose në fillim të muajit tjetër. Dua t'ju pyes se cilat janë sinjalet që vijnë nga Brukseli lidhur me këtë çështje. Ndërkohë, zoti kryeministër, ju e përmendët edhe gjatë fjalës tuaj që qytetarët shqiptar ju besuan në fushat elektorale me premtimin për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndaj, cilat janë garancitë që jep sot mazhoranca socialiste lidhur me këtë proces? Faleminderit. So, as I said yesterday, Atëherë, siç e thash edhe dje, kam dëgjuar shumë spekulime për atë që po ndodh në Bruksel dhe më duhet të jem pak pedagogjik në qasjen time gjatë kësaj përgjigjeje. Së pari, grupi i punës COELA, siç quhet, është një grup pune i cili bën bashk përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Është një grup diplomatësh të cilët mblidhen me dyert të mbyllura në praninë e Komisionit Evropian për të diskutuar dhe debatuar. Së dyti, Komisioni Evropian po vërtet i ka dorëzuar këtij grupi pune raportin e mirënjohur si IBAR-i. Pra është një raport për të parë nëse Shqipëria i ka përmbushur piketat e përkohshme që duhet të përmbushen në këtë çast, në mënyrë që Shqipëria të kalojë në fazën tjetër që është mbyllja e kapitujve. Pra komisioni ka dorëzuar raportin dhe në fakt raporti ka bërë një vlerësim pozitiv. Tashmë janë shtetet anëtare ata që do të diskutojnë. Dhe më lejoni të them që shtetet anëtare nuk e hedhin në vot këtë raport. Është një raport e cili është e drejta e komisionit që ta bëjë këtë gjë dhe thjesht shtetet anëtare diskutojnë ato dhe ajo që duhet bëjnë ato në udhëheqjen e Këshillit dhe në këtë moment Çipros është që të miratoj një qëndrim të përbashkët të BE-s i cili do të përkufizoj dhe shpjegoj piketat përmbyllse, pra ato piketat përmbyllse që duhet të plotësoj Shqipëria që të mbyllen negociatat. Pasi siç e thash edhe gjatë fjalimit tim, kapitulli i themeloreve është i pari që hapet dhe i fundit që mbyllet, pra nuk mund të ketë mbyllje të negociatave në rast se nuk përmbushen këto piketa, këto standarda. Prandaj është një diskutim shumë i rëndësishëm i cili kërkon diskutime nga të gjitha shtetet anëtare. Pra kjo është përgjigjja ime për ju për momentin po diskutojnë të gjitha këto çështje. Faleminderit për pyetjen dhe faleminderit edhe ambasadorit për shpjegimin të cilit unë dua t'i bashkohem.
sepse ju e dini që unë përgjithsisht jam mosbesues ndaj përkthyesve. Po kjo është diçka fiziologjike që nuk i bën përkthyesit me faj dhe dua ta përsëris. Sot në Bruksel nuk negocion Shqipëria me Bashkimin Evropian, por diskuton Komisioni Evropian me shtetet anëtare. Shqipëria negocion me Komisionin, nuk negocion me shtetet. Komisioni përfaqëson shtetet në negociatat me Shqipërinë. Dhe pastaj, fazë pas faze, kur Komisioni i konsideron të kryera detyrat e një faze, shkon tek shtetet për të paraqitur raportin e vetë. Nuk e dija kuptohen. Që do të thotë që Komisioni Evropian i konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për të ashtu quajturat piketa të ndërmjetme. Dhe tani është Komisioni që po diskuton me shtetet anëtare. Dhe të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Por ky proces ka një nevojë të veçantë për ju, njerëzit që jeni mes këtij procesi dhe opinionit publik, për ta kuptuar si funksionon dhe për ta transmetuar tek opinioni publik, sepse është një proces që kërkon vërtet studim për mënyrën si funksionon. Tani, garancit është njësoj si të thuash kur shkon në një luftë, çfarë garancish ke që do ta fitosh luftën. Lufta fitohet duke luftuar, një ndeshje fitohet duke u stërvitur dhe duke bërë gjitha detyrat gjatë 90 minutave, një përpjekje çfarëdo fitohet duke u përpjekur. Nuk ka një garanci të shkruar që unë doja dal që në 5 vjet të marr diplomën e universitetit pavarësisht se sa unë do përpiqem për ta marrë. Jo, ti e ke aty mundësinë, por duhet përpiqesh. Dhe ne e kemi të shkruar. Nuk është diçka e imagjinuar, por është e shkruar. Dhe nuk është e shkruar nga ne, por është e shkruar nga Komisioni Evropian. Dhe e diskutuar bashkarisht një kalendar shumë ambicios për të mbyllur negociatat. Dhe përsëris, për ne është e rëndësishme në radh parë çfarë thot Komisioni Evropian. Sepse Komisioni Evropian shikon procesin në mënyrë teknike dhe objektive, nuk e shikon në mënyrë politike dhe subjektive. Ndërkohë që subjektiviteti i shteteve anëtare është i pa diskutueshëm dhe i pa vëndshëm në pikpyetje, sepse është në drejtën e çdo shteti anëtar që të ketë subjektivitetin e vet dhe të kërkojë të bëj pyetje. Kështu që ne e kemi me Komisionin. Kur Komisioni thotë Shqipëria i ka plotësuar, për ne detyra është kryer dhe presim të kalojmë në fazën tjetër. Dhe ndërkohë natyrisht ne vazhdojmë punën në të gjitha drejtimet, sepse kjo nuk është thjesht një çështje e këtyre detyrave, kjo është një çështje e zbatimit ligjit, kjo është një çështje e çdo aspekti të jetës vendit, kjo është një çështje e reformave dhe e mënyrës se si ato implementohen, kjo është një çështje e raportit me mediat, dhe më erdhi shumë mirë që
mundëm të vëmë dispozicion të miqve të Shqipërisë dhe të njerëzve të interesuar një raport faktesh për si është në të vërtet situata e lirisë së medjave në marrëdhëniet me qeverinë, pa i hequr asnjë presje atyre shqetësimeve të ngritura, të cilat po përpiqen t'i adresojmë edhe këtu me ndihmën e komisionit në ligjin për mediat, çështjet e pronësisë, çështjet e sigurisë së gazetarëve në aspektin e punës dhe në aspektin financiar, jo në aspektin fizik, se ka shumë vite që s'ka gazetar në Shqipëri të lënduar fatmirësisht për arsye politike dhe nuk ka se si të ketë, dhe të gjithë e patë dhe e panë dhe ka marrë shumë mesazhe nga miq të huaj, të cilët ishin të shokuar që në Shqipëri 60% e kohës televizive e merr opozita dhe që në Shqipëri thuajse 60% të medias online e dominon fryma kundër qeverisë. Dhe nëse këto dyja janë qartësisht kohë opozitare dhe frymë opozitare kundër qeverisë, pjesa tjetër nuk është pro qeverisë. Një pjesa më e madhe e pjesës tjetër është neutrale, sipas fakteve. Dhe kjo është pjesë e gjës që ne jemi dhe që duam të jemi. Shumë thjesht. Pra, garancia është tek fakti që ne duhet përpiqemi për ditë. Dhe pastaj është komisioni që na gjykon. Thank you, Prime Minister. We take two more questions, and we take them together so we can then conclude and move to the more pleasant part of the day. Thank you. Zoti Kryeministër, Bekim Bici nga Ora News. Shqipëria po vijon një proces të gjerë reformash, kundër reformat që pritet të miratohen dhe janë në proces, është reforma territoriale dhe reforma zgjedhore, për cilat edhe Bashkimi Evropian ka kërkuar konsensus politik. Nga ana tjetër, Partia Demokratike propozon deri më tani për sa i përket reformës zgjedhore një sistem proporcional kombëtar. A ka konsensus nga majoranca për miratimin e kësaj reforme, ndoshta edhe të këtij propozimi, dhe nga ana tjetër për zotin ambasador, sa real është mbyllja e të gjithë kapitujve negociues deri në vitin 2027 dhe integrimin e plot deri në vitin 2030. Faleminderit. Tani unë do thosha që për sa i përket reformës zgjedhore, duhet të kontaktoni me drejtuesin e këtij procesi nga ana jon, që është Damian Gjiknuri, i cili mund t'ju japi një panoram të plot të qasjes son lidhur me këtë reformë. Unë personalisht e kam thënë gjithmonë dhe përsëris, ne jemi të hapur të dëgjojmë me durim çdo që ulet në tryezë për të folur dhe për të dëgjuar. Imponime, edhe ultimatume, edhe qëndrime të paracaktuara, besoj që është mjaftueshëm kohë e gjatë për të kuptuar që me mua dhe me ne nuk funksionojnë. Dhe një gjë mund të them, që ne jemi shumë të interesuar për të ulur numrin e deputetëve të parlamentit. Dhe uroj që të ketë konsensus në këtë drejtim për të racionalizuar këtë gjë, dhe pastaj nga këtu çdo diskutim tjetër është i hapur, ndërkohë që përsa i përket reformës administrative territoriale, procesi është zhvilluar në mënyrë shumë gjithëpërfshirëse në territor, janë bërë dëgjesa, janë bërë diskutime, janë bërë dhe aty procesin e drejton dikush që unë besoj që është
njeriu që ka të gjithë kompetencën për të folur për këtë subjekt, i cili është shumë i përgatitur edhe i cili patjetër është një pikë referimi nëse ju doni gjëra më të detajuara, po themi. Ndërsa përsa i përket çështjes 2027-s, duhet ta përsëris që 2027 është një objektiv i vendosur bashkarisht. Por është lënë dhe një hapësirë që gjëja për një arsye apo një tjetër mund të ketë një zgjatje deri nga mesi i 2028-s. Kështu që jemi pak a shumë në të njëjtën gjatësi vale dhe për këtë arsye 2030 është vendosur si një objektiv, po themi, madhor, sepse pas negociatave është procesi i ratifikimeve, është procesi i miratimit nga shtetet, kështu që ai kërkon një kohë por 2027 është e bëshme dhe është aty e vendosur bashkarisht. Let me also address the question of territorial reform Tretoj and çështjen e electoral reformës territoriale administrative dhe asaj zgjedhore, sepse këto janë dy procese të cilat ne po i ndjekim nga afër. Reforma zgjedhore, ju ndoshta e dini që një nga kërkesat që kemi caktuar si pjesë themeloreve është pikërisht që Shqipëria të plotësojë rekomandimet e dhëna her pas here në vimësi nga OSBE ODIHR, pra po e ndjekim këtë nga afër sepse është pjesë e standardeve demokratike dhe në këtë kontekst pluralizmi demokratik është shumë i rëndësishëm. Pra këtë çështje po e ndjekim nga afër. Edhe reformën territoriale administrative po e ndjekim nga afër sepse Shqipëria duhet në fakt të ketë një administratë vendore që të përfitojë nga antarësimi i saj në BE dhe të marrë të gjitha avantazhet e saj, sepse ju e dini që pothuajse të gjitha programet që ka Bashkimi Evropian kanë të bëjnë pra me qeverisjen vendore dhe qeverisjen rajonale. Dhe dje për shembull ne lançuam një program me kryeministrin që quhet BE-ja për bashkitë dhe që ka të bëjë pikërisht me fuqizimin e kapaciteteve të administratës vendore. Ndërsa sa i përket objektivit të vitit 2027 për mbylljes së të gjitha negociatave dhe antarësimit në 2030, unë gjithmonë e kam thënë që kur kam ardhur në Shqipëri që është tejet e rëndësishme, skajshmërisht e rëndësishme që të ketë një objektiv të qartë pasi i mban të dyja palët të përqendruara, të fokusuara si Shqipërinë, ashtu edhe BE-n. Dhe në fakt kjo ka treguar vlerën e saj, sepse unë do të thosha që ka patur një përkushtim të plot të Komisionit Evropian, të shteteve anëtare për ta ndjekur këtë proces në vimësinë e vet. Gjithashtu, ajo që ne kemi theksuar është që ritmi i reformave është shumë i qartë që është shumë intensiv, por nuk duhet të vi në dëm të cilësisë së reformave. Dhe ne kemi theksuar nga hera se sa e rëndësishme është që këto reforma të kryhen në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, pasi vetëm kështu do të ketë qëndrueshmëri. Faleminderit dhe pyetja e fundit. Luela Meftari nga 2CNN. Do doja të dija se programi sot do të cilë në këtë javë të kulturës europiane, do të cilë më shumë përvojë artistike nga të huajt apo artistët shqiptar. Duke marrë në konsiderat javët kulturore ndërkombëtare, për gjatë këtyre 4 viteve kemi pasur artistë të huaj që kanë mbritur në Shqipëri, në skenat shqiptare, po nga ana tjetër të pakt kanë qenë shtete të cilët kanë mbështetur artistët shqiptar. Në këtë program që keni planifikuar, në këtë program artistik, cilat janë përzgjedhjet tuaja dhe çfarë do të kemi? Well, I'm happy to say that the program Me kënaqësi mund të përgjigjem që programi është ekskluziv dhe ekskluzivisht për artistët shqiptarë. Dhe dëshiroj të them diçka që tha edhe kryeministri i Shqipërisë, që ndonjëherë Bashkimi Evropian duket sikur është shumë i inkuadruar në ato kornizën e vet që i detyron njerëzit që të sillen në një mënyrë të caktuar, por ne duam të ndjekim parimin që Bashkimi Evropian është një hapësirë e hapur, e cila u bën të mundur të gjithë qytetarëve që të jenë të hapur, të shprehen tërësisht, të angazhohen me njëri tjetrin. Dhe ky ka qenë edhe objektivi, synimi ynë, dhe siç e thash që prej fillimit ne lançuam pra një thirrje për interes dhe kemi patur më shumë se 250 artistë që ishin të interesuar. Dhe kjo tregon se sa krijuese është Shqipëria. Na u desh të përzgjedhim vetëm 10, pasi i gjithë projekti do të mund të bëhej mundur vetëm me këtë numër. Por
do të shikojmë pra edhe projekte të tjera në të ardhmen, po ndërkohë ne kemi këtë projekt që është shumë i rëndësishëm, është si ajo që kemi bërë për shembull në dhjetor, që është Festivali i Letërsisë Evropiane. Aty kemi të kundërtën. Kemi autor evropian që sjellin këtu çështje që ato i ngrin në krimtarinë e tyre, migrimin, identitetin, të gjitha këto çështje të cilat janë shumë të rëndësishme dhe janë pjesë e vetme, janë thelbi, janë zemra e procesit të antarësimit në BE. Faleminderit. Është një temë interesante. Javët kulturore të vendeve të tjera nuk janë për të promovuar artistët shqiptar, janë për të promovuar kulturën e vendeve të tjera. Dhe qëllimi është që sa më shumë artistë dhe sa më shumë protagonistë të kulturës së vendeve të tjera të jenë të pranishëm në Shqipëri, sepse kultura dhe arti nuk kanë kufi dhe ato i shërbejnë çdo publiku, dhe sidomos publikut shqiptar, i cili ka qenë i privuar nga kultura dhe arti jashtë kufive dhe jashtë perimetrit të realizmit socialist për gjysmë shekulli. Nga ana tjetër, për sa i përket artistëve shqiptar, po të shihni pjesën që ka të bëjë me mbështetjen që japim ne si qeveri për artistët shqiptare u vjen në rritje dhe numri i aktiviteteve dhe numri i projekteve është shumë i madh. Dhe këtu ne jemi të lumtur që edhe Bashkimi Evropian përmes Komisionit celebron ditët e Europës me projekte të artistëve shqiptarë. Dhe e fundit që kam është diçka që lidhet me këtë temë dhe me arkitekturën. Dje kam pasur një diskutim me një ndër arkitektët më të mëdhenj të botës, i cili është kinez. Dhe punon në Shtetet e Bashkuara, punon në Kanada, punon në Kinë, punon në Europë. Dhe më ka thënë eksaktësisht të njëjtën gjë që kam dëgjuar edhe në mjedisin tonë. Në fillim, kur Kina u hap ndaj arkitektëve ndërkombëtar, pati një debat shumë të madh që po arkitektët lokal çdo bëjnë tani. Në ndërkohë që fal asaj hapje, Kina sot ka një numër arkitektësh që janë ndërkombëtar dhe që janë ndërkombëtarisht të vlerësuar dhe të kërkuar. Që do të thotë që me arkitektët ndërkombëtar në Shqipëri ne kemi krijuar praktikisht shkollën më të madhe të arkitekturës në qiell të hapur në Europë. Nuk ka asnjë vend tjetër evropian ku mund t'i gjesh arkitektët që punojnë në Shqipëri në të njëjtin vend duke punuar në të njëjtën kohë. Dhe të gjitha ata arkitekt punojnë me studio lokale. Dhe të gjitha ato studio lokale që punojnë me ata arkitekt praktikisht marrin një dije dhe një eksperiencë të paçmuar që s'do e merrnin kurrë duke paguar për të shkuar në leksionet e tyre në universitete të famshme të botës dhe duke qenë atje një nga 200-300 njerëzit që dëgjojnë një leksion, ndërkohë që janë në ndërveprim të vazhdueshëm me ta. Dhe unë di të them këtë, që nuk do t'jetë e largët dita kur arkitekt shqiptar do të hynë në konstelacionin e yjeve të arkitekturës botërore. Dhe vetëm fal këtij ndërveprimi dhe fal këtij miksimi. Kështu që ne duhet ta shohim mundësinë për të sjell kultura të vendeve të tjera, për të sjell eksperjenca të vendeve të tjera si një mundësi të artë për të zhvilluar ne vetë, sepse jetojmë në një botë pa kufi, nuk jetojmë më në bunkerin e shokut anver. Shumë faleminderit. And now I invite you for a toast on Europe. Për të ngritur një dolli për ditën e Europës.